Ndërsa ndodhej në Shkodër për të inspektuar punimet e stadiumit Loro Boriçi, kryeministri Rama është përballur me irritimin e 10 banorëve të Nën Shkodrës dhe të zonës ku shtrihet projekti, i cili prek disa shtëpi. Ata kanë insistuar të takojnë kryeministrin dhe për këtë kanë pritur përpara bashkisë, aty ku Rama po zhvillonte një takim me kryebashkiaken Voltana Ademi. Me të përfunduar këtë takim, kreu i qeverisë u është përgjigjur ankesave të qytetarëve. Atë dëm që ju ka vlerësuar shteti shqiptar në atë kohë, ne e kemi shlyer në një masë konsiderueshme, se i morëm të gjitha borxhet në kurrizë se si kishin dhënë as i lek. Për ne s'ka qeveri të majtë e djathtë dhe kërkojmë damin sa këtyr vetëm i bujqësisë. Ne do bëjmë atë që na takon. Ne kemi të banesave. Për stadiumin Rama u tha banorëve se pavarësisht kundërshtive, projekti do të realizohet sipas parametrave të UEFA-s. Ne kemi investuar një shumë të madhe për të bërë Shkodrën me stadium ndërkombëtar. Nuk është bërë për qenë thjesht stadiumi i Shkodrës, por për qenë një stadium ndërkombëtar që të mund të futet në listën e UEFA-s dhe të mund të bëhen dhe ndeshje ndërkombëtare. Duket pak si shumë M'fal, dhe e gjithë çështja do të varet nga miratimi i UEFA-s. Pas tensionit të krijuar, policia shoqëroi disa banorë në komisariat. Stadiumi është konceptuar të ketë një kapacitet prej 17.000 vendesh dhe do të kushtoj rreth 15 milion euro. Ndërkohë mësohet se vlerësimi për dëmshpërblimin e banorëve ende nuk është vendosur. Me njërë pas takimit me kryeministrin Rama, kryebashkiake e Shkodrës Voltana Ademi zgjodhi të bëjë publik qëndrimin e saj nëpërmjet një letre të hapur drejtuar kreut të qeverisë. Ajo i kërkon kryeministrit të ndërhyjë për një sër problematikash që shqetësojnë banorët e Shkodrës, dëmshpërblim të banorëve të përmbytur, shtimin e fondeve për rajonin dhe investime. Për sa i përket ndërtimit të stadiumit, Ademi shkruan se ai duhet të jetë sipas standardeve të UEFA-s dhe banorët të dëmshpërblehen për pronat që u dëmtohen.